Përshëndetje miq. Rama i shkreti Rama që kujtonte veten se ishte mbret, po në fakt ishte një dordolec. Sa kam parë këta ndërkombëtarët si punë e Ramës që u kam futur. Ju e mbani mend presidentin francez sa herë kishte marrë para ke Kaddafi, edhe Berlusconi edhe i kishte ndihmuar gjithmonë. Mirë po, të ndihmosh këta, është sikur ndihmon Gjarprin. Gjarpri s'ka besë. Rama do ta krahasonja që ka marrëdhënie me Gjarprin dhe me Shqiponjën përballë. Kurse vetë ka ipur mbi një krokodili shkreti dhe krokodili përpiqet t'i largojë Shqiponjën dhe Gjarprin. Shqiponja, që janë populli me cilët ky është tallur gjithë këto vite, kërkon ta largojë. Gjarpri, që është Sorosi, kërkon ta kafshojë. Krokodili kërkon që ta mbrojë, po deri në kohën që nuk është i uritur, se po erdhi uria dhe ai do ta glabërojë. Kurse shikoi që Gjarpri do t'i afrohet shumë Ramës, dhe në qoftë se Shqiponja bashkë me Gjarprin kërkojnë ta kafshojnë, atëherë do t'i kthehet dhe krokodili dhe to ta hanë. Dhe i shkreti Ramës di çfarë të bëjë nga t'ja mbajë. Me Gjarprin ka ndarë parat në fillim. Tash në fund filloi t'i ndante parat me krokodilin dhe pushtetin, që janë sionistët. Dhe e tradhtoi Gjarprin. Në të dyja rastet ishte kundër Shqiponjës. Kur Gjarpri e pa që ky u lidh me krokodilin, Tinës bëri organizimet dhe zgjoi Shqiponjën. Gjarpri e zgjoi Shqiponjën. Dhe tash janë bashkë, Gjarpri dhe Shqiponja. Do t'i mundët do të Shqiponja dhe Gjarprin dhe krokodilin? Se krokodili ka e dhuraj një këtu, ka marrë shumë firma nga Rama. Dhe ata do kërkojnë të zbatohen ato firma. Të zbatohen ato firma, do të thotë që Shqipëria të ketë si protektor krokodilin. Krokodili dhe Gjarpri gjithmonë të tradhtojnë të lënë në baltë, sepse ata nuk kanë besë, janë me gjak të ftohtë dhe sa po ndjejnë uri të kafshojnë. Është ndryshe veproi Asadi. Asadi nuk u mbështet as ke Gjarpri, as ke krokodili. Luftoi me të dy bashkë dhe u mbështet ke Putini. Ndërsa Rama e ka luftuar Putinin idiotësisht, pas një shkak. Dhe tashi nuk ka ndonjë si Putini që ta mbrojë. Të gjithë duan ta kafshojnë. Vetëm Shqiponja kërkon ta dëbojë, deri në momentin që ai do t'i thras arsyes, se në qoftë se nuk i thret arsyes, do bëhen të gjithë bashkë, Shqiponja, Gjarpri dhe krokodili, dhe do ta hanë, dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Në fakt e mira është që Shqiponja ta largoj Ramën dhe ta haj Gjarprin dhe të dëboj krokodilin nga territori. Dhe ky vend të ngelet vend i Shqiponjave. Dhe në qoftë se Zoti do na ndihmojë, kjo do të ishte rruga më mirë pa kaluar në anarshi. Tung tung.